mes e kam tregu shpesh herë, Fatimia radiallahu anha ka qenë vajza e të dërguarit Muhammed alayhi salatu wassalam. Ai ka dashur vajzën e vet shumë, ka pas dashni të madhe ndaj vajzës vet si prind, dhe ja ka ndreq, ja ka marru shpinë karshi shtëpisë vet, përballë, afër me pas. Kur e pyetën ja Resulullah, pse ti ja marrën shpinë kaq afër vajzës tënde? Ka thonë, kur çohem mëngjes, si më thonë, ta pini kafe, du të çohem edhe ti them çike se ma fjeta apo shova, më në çove e vladi jam. Kurse sot, nuk pa tham përgjithësi se nuk du t'i shtini thes gjithë njerëzit, Zotin e rujt, sot thot, a dha çikena? Qysh a dha? Çka është kjo shprehje? A dha? A jape? Sa ki shit çikena, çka ke bë? Ty bistik fa. Po çiken. Pra, janë shprehje ignorante. Si qika, si djali, po ashtu dhe djali. Janë e vlad. Ne si prind, dhe të vdesim, e kemi gajlen e tyne, apo flenë gjumrat, a i kapë dhe një smunje, a janë mirë ata, subhanallah. Dhe, nëse sot, ja marrën shpi nëse dishka, sot, qka, e fejon që i kene martën, thot tash s'ka punë mate, na s'ka hisa, s'ka pasunia, në regull. Mirë osin ne kena spjegu, në një pyetje që ka qenë të pyetje, me thonë që gjysmë e pasurisë që i takon vajze, sepse dy i merë të djali. Prandaj,